për veten time. Në një kohë kur zhgënjimi, pa dyshim që është shtu, dhimbja është rëndu, e shpirtnat janë thy në heshtje. Kujto, vetes po i thom s'pari, kujto vetja ime, se Zoti s't'kalon kurr. E as nuk t'ka përbus në asnjë çast. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Zoti yt s't'kalon e as nuk t'ka urry o Muhammed. Kujtoj këtë fjalë të Allahut. Nëse njerëzit kanë zhgënjy, e nëse njerëzit kanë bë padrejtësi me fjalë e me vepra e punë, mos u mërzit. Se Allahu shef. Zoti din, e si ik Allahut asgjë. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allahu është me ju kudo që t'jeni. E nëse mundohet kush me të thyj, e me të mundu, e me ta marrë njerëzin, qetëso. Zoti yt është më i mëshirshëm se me të ngarku me çka ti se përballon. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu se ngarkon asnjë shpirt për te i fuqisë së vet. Kur vetmia t'bohet e rond. Kur heshtjat në poshtë, e duket se askush se kupton dhimbjen tënde, foli zemrës tënde, s'je vetëm. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allahu thot, ne jemi më afër atij se damari i qafës. E nëse të prek dhimbja, e nëse plaga zgjat, dije se shërimi kërkohet vetëm prej Allahut. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. E kur smurem, Allahu më shëron. Vetes po i drejton, vetja ime, mos u dorëzo. Se Zoti se prish fjalën e vet. Zoti se lën robin e tij në vështirësi pa lehtësime. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Vërtet, me vështirësin vjen lehtësimi. Po, me vështirësin vjen lehtësimi. Munden me u përpjek me ta marrë dignitetin. Por dije mirë, çka është në rujtje te Zoti yt s'poshnohet, s'thyhet as në poshtet. Prandaj, rri i fort apo rri e fort. Je e fort me Zotin tënd. I durueshëm apo e durueshme me Zotin tënd. I mbështetun te Zoti yt apo e mbështetun te Zoti yt. Thuaj, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Më mjafton Zoti, e Allahu është mbrojtësi më i mirë.